Eksportojmë tartuft frest, ekskluzivitetin për gjithë Evropën. Eksportin ne e bojmë me Amerikë, Itali, Holland, Francë, Zvicër. Çmimi i morellës është mjaft i lartë. Këtu jemi pra një jashanisë të klinës në ambientet e kompanisë Ever Mushrooms, një kompani që merret me dekada me prodhimin e këpurdhave egzotike, mbledhjen dhe përpunimin e tartufit po ashtu. Këtu do të shpalosim një historie shumë interesante besoj, rreth një këpurdhe të re që nuk është prodhuar jo vetëm në Kosovë, po as në Ballkan, edhe në pjesën më të madhe të Evropës. Domethënë është rësi për Kosovë, për Ballkan edhe pjesën më të madhe të Evropës. Quhet këpurdha morell. Prodhimi i saj ka ardhur në Kinë rreth 10 vite më parë, pas hulumtimeve nishekullore. Fal bashkëpunimit tonë me kompani të ndryshme anë kënd globit, ne kemi arritë të krijojmë një partneritet me kompani kineze, nga cila kemi përfituar teknologjinë, njohuritë, si dhe jemi patentuar që këtë metodë të kultivimit të kësaj këpurdhe ta kemi ekskluzivitetin për gjithë Evropën. Pra, Ever Mushrooms e ka ekskluzivitetin e prodhimit të substratit të morellës me këtë metodë për gjithë territorin e Evropës. Veçantia e kësaj këpurdhe është se ekologjia e saj është shumë e komplikuar, për këtë arsye natyrë gjendet shumë rrallë edhe në sasi të vogla. Edhe çdo produkt që ka sasi të vogël në treg, atëherë është shumë i kërkuar dhe ka çmim të lartë. Përpas kësaj, këpurdha si e tillë është një ushqim fantastik, shije fantastike, hyn në majën e kuzhinave botërore, ka veti shumë të mira dhe ushqyese, se ka vitaminë D, i ka 46 njësi vitaminë D për shembull, që është një e treta vitaminës D që i duhet trupit njerit për çdo ditë. Për me fillu kultivimin e kësaj këpurdhe, ne na u dash të plotësojmë disa parakushte. Është dash të kemi njohuri shkencore, përgatitje profesionale. Na u dash të krijojmë një përvojë në këtë fushë, se kjo dallon nga kultivimi i çdo këpurdhe tjetër. Na u ka dash konsistencë edhe durim. Pas kësaj edhe në element tjetër, për ta kultivuar këtë këpurdhë, duhet pas infrastrukturën e duhur. Ne kemi 500 metra katror laborator që në anglisht thirret clean room, që është zonë sterile. Pas metra katror kemi hapësinë ku punohet substrati, përpunohet dhe përgatitet për të sterilizuar. Pra pa këto parakushte nuk mund të imagjinohet prodhimi i kësaj këpurdhe. Ne na kanë dash disa vite prova, hulumtime, përshtatje të metodës për kushtet e Kosovës, për të ardhur vitin e kaluar në përfundimin se tashmë jemi të gatshëm të prodhojmë në stilin kinez, ta quaj ashtu, pra prodhim komercial, prodhim industrial të saj. Për këtë vit kemi filluar vetëm me rreth 1 hektar sera, kemi kooperim me disa fermer, të cilëve ju kemi dhënë substratin dhe ata rritin këpurdhen, edhe vitet e ardhshme ne synojmë të rrisim kapacitetet edhe të fillojmë prodhimin masiv, që do të thotë ta mbulojmë edhe tregun e Evropës, edhe tregun e Kosovës. Synimi jonë parësor është të ofrojmë bujqësve të Kosovës mundësinë që të prodhojnë diçka gjatë periudhës, ta quaj ashtu, të vdekur dimrore, sepse ata që kanë sera, shumica atyre nuk kanë mundësi të shfrytëzojnë për prodhime bujqësore. Ne ja japim mundësinë nga vjeshta vonë deri në pranverën e hershme, që serat mos t'i lënë ashtu, por t'i mbushin me këpurdha dhe të kenë profit shumë fish më të madh se sa me çdo prodhim tjetër që mund ta prodhojnë në Kosovë. Fermerët e interesuar kanë nevojë të dinë më shumë informata rreth mënyrës së kultivimit të kësaj këpurdhe, çka duhet të kenë ata. Kushti i parë që duhet plotësojnë janë serat. Domethënë sera të rëndëmta bujqësore. Disa parakushte tjera që duhet plotësohen aty, tokat nuk guxojnë të jenë acidike, tokat duhet të jenë në përgjithësi toka të kullueshme, edhe duhet krijohet një lloj errësire, domethënë përmes rrjetave si po e shihni këtu, edhe duhet marrën 3 parametra janë kryesor. Është drita, nuk guxon shumë dritë,
është temperatura, nuk guxon të kalohet 20 gradëshi, por edhe është lagështia konstante që e kërkon kjo këpur që nga fillimi deri te vjelja. Koha nga vendosja aty në qese o në serë deri tek momenti i vjeljes kërkon mesatarisht 12 javë. Në këtë kontekst, unë kisha bën thirrje që edhe Ministria e Bujqësisë të jetë si kooperanti tret në këtë trekonshin farmer, kompani dhe ministri dhe të filloj subvencionimin e kësaj kulture sepse kam përshtypjen që me këtë kulturë ne mund të bëjmë një kapërcim në ekonomi, diçka që nuk mund të arrijmë me ta zonë me domote, me prodhime tjera, me morel mund të bëjmë një kapërcim që do të ishte një shtytje e mirë për ekonominë e Kosovës. Kemi relacione tregtare dhe bashkëpunuese me shumë kompani gjithandej Amerikës, po ashtu gjithandej Evropës. Eksportin kryesor që e bëjmë, ne e bëjmë me Amerikë, po duke mos përjashtuar edhe vendet ndryshme të Evropës, Itali, Holand, Francë, Zvicër e kështu me radhë. Çmimi i morelës është mjaft i lartë. Nëse një burg, për shembull një fermer që ka mbjell morel këtu, e ka dilemën a mund ta shes. Nuk ekziston ai problem, domethënë morella shitet çdo kund. E para, e dyta morella shitet me çmim të lartë. Çmimi, kisha thonë, çmimi minimal që mund ta shes shkon diku 10 euro. Po tash kjo diktohet nga sezona. Domethënë, në rast se morella del në ku më herët, në pranverën e hershme, atëherë çmimi është më i lartë. Nëse del në pranverën më të vonë, atëherë ka më shumë treg, atëherë çmimi normal si është më i ulët. Ne përpos morella, ne merremi me grumbullimin e tartufit dhe njëkohësisht eksportin e tij si të freskët, po edhe përpunimin. Ne eksportojmë tartuf të freskët dhe produktet e tij duke filluar nga salcat, mjaltat, kripa, vaj edhe carpaccio. Domethënë janë produkte kisha me thujt elitare, të cilat janë shumë të kërkuara në tregun perëndimor. Edhe janë normal edhe me çmime favorshme. Produktet tona janë të shtira gjithandej tregut amerikan. Një mesazh për të rinjt është që ta ndryshojnë qasën për vendin e tyre se askund në botë nuk mund të jetojnë më mirë se sa në Kosovë. Jemi edhe shoqëni edhe inteligjente, nuk qalojmë në asnjë drejtim, nuk jemi inferior në asnjë aspekt, ti përdorim energjitë dhe mundësitë tona, ti bashkojmë idetë tona, ta ndërtojmë vendin edhe të ardhmen tonë, vendin tonë.